Skenari i protestës është skenari një kryengritje të fuqishme paqësore që don të përcjellë sot më shumë se kurrë në vatrat e të gjithë shqiptarëve, por edhe në Bruksel, Washington dhe Berlin dhe qendrat tjera kryesore, se ne nuk mposhtemi kurrë nga një narkokratur dhe jemi të vendosur të mbrojmë me çdo çmim vlerat e përbashkëta që njerëzit e lirë ndajnë në Shqipëri dhe në botë. Skenari sot, theksova, zhvillohet pas dështimit të fazës parë të grushtit shtetit dhe inicimit me njerë të fazës tjetër të grushtit shtetit nga Edi Rama. Por, zhvillohet dhe pas kartonit të zi, që i nxorën mbrëm dhe sot në Bruksel, njeriu që për vjedhjet e tij është i gatshëm t'i ver flakën një procesi aq jetik integrimit europian të Shqipërisë, ëndrës më fisnike të shumë gjeneratave, ëndrës së Shqipërisë zonjë në bashkimin në Europë. Në këtë kuadër duhet të theksoj këtu thirrjen time për shqiptarët kudo që janë. Është jetike vendimtare kontributi i tyre. Shumë prej tyre fluturojnë nga vendet ku janë dhe vinë në Shqipëri.